Me sa duket Spaku me Belinda Ballukun ka shkuar shumë pranë Ramës. Dhe Rama tani kanë frikë se apo e ndjen frikën që te ky rast janë afruar shumë vet. Me Kosovën ai është sjell si ambasador i Bashkimit Evropian Prishtinë dhe jo si kryeminist i Republikës së Shqipërisë. Fenomeni tjetër jo fort i çuditshëm që një person aq i pushtetshëm edhe ata që i ka për rreth i ka të korruptuar me që këto pabarazi e gjithçka tjetër ndodh në Shqipëri. Ama vetë nuk përfundon asnjëherë në bankën e të akuzumve. Unë mundova me kriju një regjistër, me siguri kom harru shumë tjera se s'kom mujt me i hulumtu krejt, po mundi është me mi konfirmu. Të paktën në vitet e fundit, Belinda Balluku e akuzume për ndërhyrje në tendera dhe favorizim të kompanive, së fundmi. Arben Ametaj, Lefter Koka, Alçi Bllako, për shfet korupcion pastrim parash, firmosi kontratas të shtrejta e kështu me radhë. Erion Veliaj, kryetari i Tiranës, korupcion pastrim parash fshihje pasurisë. Ilir Beqaj, nëse nuk ka bëj, arrestuar për shpërdorim të fondeve të BE-s, e kështu me radhë. Dhe më thënë si ka mundësi që ai strumbullari i këtë këtyre që janë për rreth, madje edhe kryetari i Tiranës, në forma më të nalta të korrupsionit të përfshim këta zyrtar të PS-s, po vetë Edi Rama po dyqysh po duket që del i pastër për kësaj punë, ose thotë që unë nuk kam përgjegjësi që ka bëjnë ata rreth meje, nuk muj as me i kontrollu, këta shumica aty në kanë përfundu në bankën e të akuzumve, në Spaknës ka bëj, po vetë Edi Rama mbetet i paprekshëm. Justifikimi i Ramës deri përpara disa muajsh ka qenë që këto skandale korruptive në fakt thot ai tregojnë të kundërtën. Tregojnë që unë nuk ndërhyj tek gjyqësori edhe fal partisë time, thot ai, ne kemi bërë një reformë drejtësi që institucionet e reja të drejtësisë tashmë mund të godasin ministra, kryetar bashkish. Kështu që akuzës që i ke shokët të korruptuar, ai përgjigjej që unë s'po ndihmoj shokët e mi, qose i kap drejtësia, kjo tregon që drejtësia funksionon në Shqipëri. Jo thash para disa muajsh sepse në akuzën e fundit Spakut, në zëvendës kryeministes Belinda Balluku dhe ministres më të fuqishme të qeverisë Ramës, Rama ndryshoi komplet narrativën. Pra nuk tha më që përgjegjësia është personale, turpi u qof tyre që kanë vjedhur popullin, madje dy fish turpse me demek kanë tradhuar edhe besimin e vet Ramës. Në rastin e Ballukut, Edi Rama zgjodhi që të përballej, ballafaqohej dhe denonconte institucionet e prokurorisë speciale kundër korrupsionit dhe drejtësisë së re. Pra, sot që flasim, Rama ka refuzuar të heqë imunitetin parlamentar të Belinda Ballukut dhe ka mbrojtur atë në vendin e ministres deri në momentin gjykata kushtetuese i dha drejt institucioneve të drejtësisë për një vendim pezullimit të saj. Dhe tashmë Rama ka dalë me narrativ tjetër. Nuk është më ai që thotë korruptuarit që do të mbajnë përgjegjësi personale dhe nuk kanë të bëjnë me mua dhe Partinë Socialiste, madje ky është një proces i pastrimit brendshëm. Po ka dalë me tezën që tashmë prokurorët dhe gjykatësit në Shqipëri kanë një agjendë politike dhe përpiqen të rrëzojnë Partinë Socialiste nga pushteti. Me sa duket Spaku me Belinda Ballukun ka shkuar shumë pranë Ramës dhe Rama tani kanë frikë se apo e ndjen frikën që te ky rast janë afruar shumë vet. Do besoj kjo është. Kam pas përshtypjen që Rama deri vonë kam pas sigurinë që atë nuk do ta prekin pavarësisht provave. Pra ka qenë një amnisti informale që ai ka marrë për të dhënë votat për reformën drejtësi. Mbasi dikush e ka premtuar në vitin 2016. Do një amerikan dhe një përfaqësues i BE-s që në rast se ti e voton, ti nuk do të prekesh. Mirë po, edhe nga pema gjeopolitike gjërat ka përshtypjen ndryshojnë, edhe një premtim hipotetik i dhënë 10 vite më parë, jo detyrimisht mbahet sot, sepse ai që të ka dhënë premtimin mbase nuk ka më gjë në dorë. Ka funksion. Kështu që Rama sot ndjen presionin edhe kërcënimin ndaj vet atij personalisht të Spakut, dhe po ashtu ka frikë se ndryshimet sasiore, siç thotë ai, ligji i vjetër kthej ndryshime cilësore. Pra, ministri i parë, i dytë e i tretë që akuzohet për korrupsion është i absorbueshëm kjo si krizë politike. Mi po vjen një moment ku ministrat shtojnë shumë
dhe mund të bjerë qeveria, sepse dhe mesazhi që marrin ata që janë rreth Ramës, Partinë Socialiste, është që ne nuk po na mbron kush. Në një nga daljet e fundit publike, Rama e pranoi me gjysmë zëri, tha që ka këtu prej jush, u tha deputetëve të vet, që më thon mua që pse nuk na mbron. Kjo është një tregues që kriza po shkon vetë brenda Partisë Socialiste, sepse ata që e mbështesin Ramën po bëhen zëshëm dhe po i thon ti je kryetari ynë sa ti na mbron nga burgu. Qofse ti mbron veten tënde dhe jo ne, atëherë do të dalim kundra. Kështu që Rama edhe për të ruajtur veten në të ardhmen nga spaku, por edhe për të mbajtur një farë unisoni brenda partive të korruptuar si Partia Socialiste, tashmë i ka shpallur luftë praktikisht institucioneve të reja drejtësisë dhe po rrezikon madje edhe procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në vendimin e fundit të Parlamentit të Shqipërisë për të refuzuar kërkesën e SPAK-ut për imunitetin e Belinda Ballukut, kanë reaguar disa prej përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe të shteteve kryesore anëtare të BE-s në mënyrë kritike. Dhe është hera e parë që publikisht perëndimorët Po këtu dysha e kanë një qortim për Ramën. Kjo është risi për Shqipërinë e 13 viteve të fundit. Se nëse godasim, si më thonë, veç brenda kufive dhe në nivel të brendshëm të qeverisjes, na mujnë pafundësisht me godit, po Edi Rama është duk që është i përgdhelur një edhe i bashkësisë ndërkombëtare, madje me ato që janë disa ndërveprime, interferimi edhe në politikën e jashtme të Kosovës dhe një lloj flirti që Edi Rama ka bu me Vučićin për gjatë viteve, është duk ose ka dash me marrë primatin e një lideri përveç tjera, është edhe rajonale dhe që i ka përcene, i kalon kufit e Shqipnisë, është duk i përgdhelu një bashkësisë ndërkombëtare, edhe kjo, po supozojon, ka mujt me kriju një perceptim të qytetarët që gjithçka është në rregull me të, se edhe ndërkombëtarët po e kanë një lloj simpatie ndaj tij. A kanë nisë me ndryshu edhe mënyra se si Edi Rama trajtohet nga ndërkombëtarët, apo janë filluar duke gjurmët e para. Unë nuk e parashikoj a do thellohet ky hendek apo jo. Mirë, po mbështetja ndërkombëtare e Ramës shpjegohet me disa faktorë. E para është se ai për 13 vite ka qenë jesmeni për kryer. Çdo gjë që i kanë kërkuar perëndimorët, Bashkimi Evropian apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa e menduar dy herë, pa menduar as interesin kombëtar kur vjen puna tek raporti me Kosovës, as të drejtat e njeriut, kur vjen puna për kampet e refugjatëve që ka ndërtuar shteti italian në Shqipëri, ai thjesht ka pranuar. E dyta, ka ofruar një minimum stabiliteti. Pra, unë jam jesmeni juaj dhe mund të ta qeverisë Shqipërinë në mënyrë qëndrueshme. E treta, është ky elementi subjektiv që Ramës i pëlqen të jetë argëtuesi i të tjerëve. Kështu që në çdo takim me përfaqësues të lartë shteteve perëndimore, ai përveç se kryeministri i Shqipërisë ka qenë edhe çfarë them, balerin, aktor, palacio cirku, piktor, të gjitha këto funksionet i ka kryer. Dhe kjo ka shpjeguar deri më sot mbështetjen që ka pas. Mirë po, mos harroni diçka. Kush ndërton një shtet dhe një sistem politik funde kryet korruptuar, kapur nga oligarkia, e fut krimbin brenda atij shteti dhe kjo pastaj sjell pasoja të stabilitetit të vendit. Po thash, shembulli i parë është norma e lartë e emigrimit nga Shqipëria. 50.000, 60.000 shqiptarë që largohen për vit nga Shqipëria, është një problem edhe për vendet ku ndodh ky lloj emigrimi që në shumë aspekte është po marrëdhënia e tij me Vučićin në pikpamjen e juaj. Unë e shpjegoj në dy mënyra, do të thënë, e para, shkaku i parë ka qenë fakti që Rama ka dashur me qenë jesmeni i perëndimorëve. Perëndimorët kanë dashur ta shtyjnë përpara procesin e ujdis midis Kosovës dhe Serbisë, në kurrizë të Kosovës, dhe Edi Rama ka thënë, unë jam me ju. Nuk pyes për asgjë, domethënë. Unë jam me ju dhe unë do të jem personi që do ushtroj presion në emër të Shqipërisë ndaj Kosovës që të ndodh ajo që ndodh. E dyta pastaj është zhvilluar me kohën, ka qenë rivaliteti me Kurtin. Domethënë, përkraja që ai i ka dhënë Vučićit her pas here ka qenë edhe sepse ata dy për arsye të ndryshme kanë parë tek Albin Kurti një antagonist politik për arsye komplet
komplet të ndryshme, nuk do të hydhen pastaj në teori konspirative që thonë po të pak këto duken dhe këto mund të thuhen me siguri. Unë nuk di çfarë ndodh brapa skenës. Në procese që po e zëm kur ka qenë 2014 nëse nuk ka bëj kjo ideja ose 16 ideja e shkëmbimit territoreve kur Rama kishte marrë një primati, mandej së fundmi me një draft asociacionit që Edi Rama mori përsipër që ai me hartu. Kjo ishte, si më thonë, me një nuk komplet rolin e Kosovës në negociata dhe dialog që Kosova e bën me Serbinë, kështu që kjo ishte ndoshta edhe një lloj protagonizmi që ai ka dashur me marrë në Kosovë. Kto lidhen edhe me njëra tjetrën, nëse mund të shtoj diçka. Në Shqipëri procesi i integrimit në Bashkimin Evropian ka dhe një natyrë theksuar ideologjike. Thonë që konsiderohet si çelësi i suksesit politik. Kështu që Rama për ta përshpejtuar integrimin e një shteti të korruptuar dhe me një probleme në Bashkimin Evropian, ka dash pasaj të bëj gjithçka që i kërkojnë në mënyrë për ta marrë atë shkeljen e syrit për avancimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Edi Rama deri para pak kohësh premtonte që në 2030 Shqipëria do të bëhet vendi antar i Bashkimit Evropian. Unë me aq sa njoh realitetin ekonomik, politik dhe institucional të Shqipërisë, them që sikur BE-ja të zbatoj seriozisht dhe rigorozisht kriteret e veta, nuk do ishte e mundur kjo gjë. Mirë po, sa për arsye gjeopolitike, sa për arsye të kësaj shërbëtorie që Rama bën pas një lloj skrupulli, mbas ai beson që do t'i afrohet data integrimit në BE, dhe një nga provimet thojza që e ka kaluar është fakti që me Kosovën ai është sjell si ambasador i Bashkimit Evropian Prishtinë dhe jo si kryeminist i Republikës së Shqipërisë. Saktë, madje Shqipëria ka edhe në kushtetut, po